që me demek shteti po falë Zvërnecin, shteti nuk po falë asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private, den babaden. Dhe investitorët e përfshirë në atë proces janë investitorë tejet serios, të cilët atë pronë e kanë marë nga privatët, që t'jemi shumë të qartë. Ndërkohë që shteti ka pasuri në anën tjetër projektit, që është Ishulli i Sazanit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata pasi Korporata Shqiptare e Investimeve është pjesë e projektit. Dhe shteti shqiptar do t'jetë aty